Një vajzë tetraplegjike vetëm 17 vjeç ka mbetur shtatzënë në mënyrë të pavullnetshme. Kamera një report udhëtoi sot drejt banesës së vajzës së paralizuar në fshatin Napolec të rrethit të Mallakastrës, e cila ka rënë prej abuzimit seksual nga një person ende i pa identifikuar. Në pamje shikoni dhe shtëpinë ku ajo banonte bashkë me nënën dhe vëllain e saj 15 vjeç, ndërsa babai dhe 2 vëllezër të tjerë punonin në Greqi. Pikërisht në këtë banesë, sipas policisë së Fierit, një person i panjohur ka abuzuar seksualisht me të, dhe sipas mjekëve aktualisht ajo është 4 muajsh shtatzën. Nga konsulta që ishte bërë kësaj paciente ka rezultuar gravidancë 16 javë, pra 4 muajshe, ndërkohë që pacientja është invalide, është tetraplegjike. Në këto kushte ne ishim të detyruar që të bënim denoncimin në polici. Normalisht ajo është në gjendje që nuk lëviz, pra nuk mund të komunikojë. Nuk kemi të sigurt që dhe fëmia një do lini nga kjo lloj marrëdhënie, nga kjo nënë do të një fëmijë i aftë nesër pas nesër për një. Para e dyta, ajo nuk është aftë të krye funksionet nëndon. Ndërkohë fëmijët e vajzës shprehen se janë tronditur kur mësuan lajmin. Kjo çudi e madhe, çfarë them, ne jemi prekur, po na vjen keq se unë jam edhe helmuar vetë, më kanë ikur 40 vjeçe, edhe më vjen keq që dëgjuam sot dëgjuam. Jemi prekur sakut. Jam shumë i tronditur. Kaq i tronditur që vallait tjetë për mendimin tim, këta njerëz duhet në parë mirë një ngjarje shumë e shëmtuar. Një ngjarje që nuk e jep dot në ekran televizionit. Ka qenë nëna e vajzës ajo e cila ka zbuluar rastësisht shtatzaninë e vajzës, nisur nga fryerja e pakuptueshme e barkut, e cila më pas e ka dërguar atë menjëherë në maternitetin e Fierit. Grupi hetimor po merr në pyetje familjarët për të zbuluar përgjegjësinë e krimit. Ndërkohë deri tani policia nuk ka ende asnjë të shoqëruar apo persona të dyshuar për ngjarjen. Po ashtu, pas abortit pritet të bëhen dhe analizat e ADN-s për të bërë më pas krahasimin me persona të dyshuar dhe për të gjetur autorin e krimit.